E këtu e kam një mendim tjetër. Po flas një mendim tjetër nga ajo çka komujt me pa dhe me njoh Prizrenin, edhe votuesin e LDK-s në Prizren. Nuk është sekret që në Prizren votuesi i LDK-s më tepër ndjek filozofinë që bazohet në rrugovizëm dhe në figurën e Ibrahim Rrugovës, sesa mendimet partijake. Spaku deri tash kështu ka qenë. Nuk mundesh me bin një votues tradicional të LDK-s në Prizren me votu, veç pse ka nënshkruar kryetari Degës një marrëveshje, në qoftë se ai nuk beson në parimësinë e asaj marrëveshje. Prandaj, po nuk besoj votuesi i LDK-s që është e drejtë, nuk do ta votoj. Edhe nëse Dega, niveli qendror, kryetari, partia, kryesia vendosin ndryshe. Kjo është një veçanti e saj, cilën me të vërtetë është edhe për të përshëndetur në rastet të caktuara. Sa arrin pastaj me mobilizuar votësh, çështje e punës që e bëjnë në terren, do ta shohim. Por pavarësisht kësaj, ndonse kemi dallimet tona, unë mendoj që vendimi është dashur merr ndryshe, por kjo është çështje jo relevante tashmë. Nuk do të ndikoj në respektin që kam ndaj figurave të caktuara të Lidhjes Demokratike në Prizren. Është në kuadër të autonomisë së tyre të vendimmarrjes një gjë e tillë. Unë besoj që shumë më mirë kishin funksionuar, marr parasysh se kanë hyrë në marrëveshje bashkëpunimi me struktura të cilët jam shumë i sigurt që i njohin ndoshta më mirë se sa unë, se kush janë, çfarë metodë të punës kanë, edhe sa kanë me mujt me bashkëpunu njëri me tjetrin. Unë nuk besoj në këtë bashkëpunim. Në fakt nuk beson askush. Vetë zoti Berisha, ndonse një karakter i panënshtrueshëm, ka vrejtje të natyrave të cilat ndoshta vetë do t'i sqaroj se ai përket strukturës vendimmarrëse në komunë, LDK-ja nuk di po e din ku po hyn. Por se është çështja e tyre, pra po them, ne jemi të hapur, ata e dinë që me mu do të kishin bashkëqeverisë shumë ndryshe, kishin pas një komunikim tepër më ndryshe në nifëmi. Edhe më herët, nuk është se zgjedhjet na kanë bërë bashk, zgjedhjet lokale, unë i dëshiroj punë të mbarë, por se besoj që rezultati nuk do t'ju del ashtu siç e planifikojnë ata. Po, veç të kuptoj, edhe mu po më pëlqen kjo koreksia politike, po kthehem, shka e ban Zafir Berishën ma burr, se drejton Selmonën në relacion të sytë e qytetarit, prizanosit, zoti Abrashi, ku është dallimi themelor këtu? Pse ajo mund t'jetë ndukje jo parimore, e vështirë për të komunikuar, prapë e tham këto, do të ajo idea uretjes, ty s'ta pranoj se unë keshojt, ata që i kom thonë më kanë vëra, ata i pranoj. Kjo në vetë jo parimore, pajtohem, edhe është hatërbetje edhe fëminore në qëse e quan. Por për te kësaj, ky ka përcim, që ta kuptoj drejt edhe shikuesi. Ky ka përcimi ta zëjmë Zafir Berishës, kryetarit Bashkimit Demokratik, qysh e the, Zafa Konxhet, rebel politik, kur nuk ju ka nënshtru hierarkisë vendimmarrëse, kur ka menduar që s'është e drejtë dhe s'është në rregull. Rregull jemi për këtë punë. Po edhe nuk po kërkoj piteme thonë që tash Zafa mu ka nënshtru mu, se ki partneritet. Edhe në rregull që do të mirë i vesh për ndarjet pozitave, por parimet të cilat udhëhiqen, mendoj që mund ta bëjnë diferencën në ditën e balotazhit te vetbesimi apo te votat e besimi i qytetarëve prizrenat që kanë ndaj te apo ndaj kundër kandidatit tanë. Gjë të cilin kundër kandidati ju shif e kemi edhe një problem këtu në mes. E pajtohesh me Zafir Berishën, pajtohesh me Emilia Rexhepin nga komuniteti bosnjak, pajtohesh me komunitetin rom, edhe me zotin Krasiqin nga AKJ, që janë parti politike në këtë rast shqiptare, por ku mbetën komuniteti po aq i rëndësishëm, nëse kemi gjithë përfshirje, dallime etnike edhe kulturore, që është komuniteti turk në Prizren. Domethënë, cilat janë pengesat që se çu deri në fund këtë gjithë përfshirjen prizrenase, zoti Abrashi, për balotazh. Po, pyetje shumë e mirë, nuk kam përfundu takimet tona. Unë jam në kontakt me gjitha subjektet, e sidomos edhe me komunitetin turk, një komunitet shumë i rëndësishëm në Prizren, dhe me peshë politike. Jemi duke bisedu me dy partia atje që janë, dhe kanë ftesën
e hapur që të bashkohen